ka marrë 2 përgjigje prej tyre, një përgjigje prej agjencisë e cila thotë që nuk është kompetencë ime atë të kthej përgjigje, dhe një përgjigje nga ministri që thotë s'dua të bëj interpelancë me ty, se kam kompetencë, edhe ministri. Tani unë ka marrë përpara ligjin për shërbim veterinar në Republikën e Shqipërisë, dhe të paktën neni 12, neni 65, neni tjetër që ka të bëj me, po prapi këtij projekt ligji, neni 73, neni 76 dhe neni 77 ngarkojnë jo vetëm Agjencinë Kombëtare Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve, po edhe Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, eksaktësisht me problematikën për cilën kam kërkuar informacion. Konkretisht, unë kam kërkuar informacion për kafshët shoqëruese të braktisura, shëndetin e tyre dhe natyrisht mënyrën e trajtimit të tyre. Dhe agjencia thotë se kam kompetencë, dhe në krahun tjetër dhe ministri thotë se kam kompetencë. Në fakt, unë ministrit i kam kërkuar të shprehet për kontrollet e ushtruara ndaj organeve të pushtetit vendor, siç thotë neni 77 i projekt ligjit, dhe se siç thonë 4-5 pika të tjera të vendimit 475 të Këshillit të Ministrave që ngarkojnë me përgjegjësi eksaktësisht Ministrinë e Bujqësisë dhe natyrisht Agjencinë Kombëtare Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve. Tani, unë e kuptoj që ka njerëz edhe në qeveri që s'duan ta bëjmë punën e tyre. Ta përfundoj. Ta mbaroj. Unë jam këtu për të bërë punën time, punën e deputetit. Nëse kjo histori vazhdon kështu, që 7 kërkesave si përgjigjet askush, më mirë na thoni, as mos bëjmë kërkesë për marrje informacioni, as mos bëjmë interpelanca, sepse kjo histori nuk mund të vazhdojë kështu. Se po të sillen me të njëjtën mënyrë edhe unë do të thosh apo këta ç'a duan. Ç'a kërkon ministri i Bujqësisë? Ç'a kërkon drejtoria e një agjencie? Dhe çfarë din Kuvendin e Republikës së Shqipërisë? Kaq, asnjë gjë më shumë se sa kaq. Faleminderit. Faleminderit. Interpelanca është planifikuar për javën që vjen. Ka qenë me zotin Demo. Dakor, jo nuk është çështja s'dua unë ministri, absolutisht. Javën tjetër kemi interpelancën, gjithsesi do marrim kohën e këtyre ditëve për të... Dakor, po mos unë citoni, sepse do ta diskutojmë përsëri. Do ta konsultoj edhe ligjin që ju referoni. Dhe nëse është kështu, atëherë do thirret ministri respektiv. Zoti Redi Muçi, për procedurë. Faleminderit zoti kryetar. Dua të sjell urgjentisht në vëmendjen e këtij kuvendi një masakër mjedisore që po ndodh aktualisht në zonën e Pish-Porto Nartës, në cilën makineri të rënda prej ditësh tashmë kanë ndërhyrë në mënyrë barbare në një zonë mjedisore të mbrojtur. Madje ndoshta në zonën mjedisore më të rëndësishme të vendit nga pikpamja e monumenteve natyrore dhe të biodiversitetit. Aktivistët e shoqatave mjedisore prej ditësh tashmë kanë vënë alarmin edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, veçse duket sikur askush nuk di asgjë, as se kush po ndërton, as se çfarë po ndërtohet, as nëse ka leje mjedisore dhe as nëse ajo zonë është nxjerr nga zonat e mbrojtura. Për dëgjesa publike as që bëhet fjalë fare, por edhe në takimin që është mbajtur me ministrin e mjedisit zotin Jaupaj, ai është shprehur se nuk ka informacion për asgjë. Tani, këtu ose kemi një shtet analfabetësh, ose kemi një shtet mafios, që ka një lloj omertaje, një lloj pakti për të mbyllur veshët dhe syt, edhe pse ndërhyet përsëris në një zonë të mbrojtur në ditën me diell. Në atë zonë ka vetëm makineri të rënda me logot e Kastratit, të Salillarit, Altea Geostudio dhe të UCC-s. Këta janë shteti në zonën e Nartës, asnjë si thua prani e policisë të shtetit apo e inspektorëve të mjedisit.
Dua të citoj këtu tekstin e kapitullit 27 të piketës përmbyllëse për mbrojtjen e mjedisit, ku shkruhet, dhe po citoj: Shqipëria duhet të përshtatet me legjislacionin e BE-s në fushën e mbrojtjes së natyrës, duke abroguar amendamentet e papajtueshme të ligjit për zonat e mbrojtura të vitit 2024. Dhe këtu e ka fjalën për amendamentet që lejojnë rezorde me 5 yje në zonat e mbrojtura, dhe po vazhdoj, dhe duke abroguar ligjin e vitit 2015 për investitorët strategjik. Tani, Sofiani nuk ndodhet në sallë, verse duhet na përgjigjet nëse në nart po ndërton dhëndri Donald Trumpit apo Edi Rama me kastratin. Faleminderit. Faleminderit, zoti Klevis Balliu, për procedurë, ju lutem. Faleminderit kryetar, edhe unë dua t'i bashkohem të njëjtës problematik që kam edhe unë, si duket edhe kolegët mazhorancës, po edhe kolegët opozitës, që kërkojmë informacion për çështjet ndryshme. Unë konkretisht kam kërkuar për Smart City-n dhe nuk vjen absolutisht asnjë informacion. Ktu duket sikur janë bërë 3 qeveri. Një qeveri është Rama me Lubin, një qeveri tjetër janë drejtorët, e pastaj qeveria e tretë është kjo salla e parlamentit tu, dhe këta që bëjnë si ministra, ndërkohë s'kan dorë të bëjnë as gjë, as vendosin, as flasin, as japin, as marrin. Ai duhet të fillojmë ta ndajmë çfarë funksioni ka ky parlament, a kemi një gjë në dorë ne këtu për të shërbyer qytetarëve apo jo? Kur referendosemi as për të na kthyer një përgjigje të thjeshtë. Dhe e dyta, këto janë çështje të cilat mirë ne që po i ngrim dhe nuk doni të na dëgjoni. Po i ngren dhe Parlamenti Evropian në raportet e veta. Po i ngren ambasadat këtu. Të gjithë po a thonë që ky parlament po humb totalisht funksionin. Edhe e treta, kryetar, nuk e kemi se e duam shumë apo na ka marrë malli, por është i vetmi parlament në botë që kryeministri nuk vjen më 90% të seancave, ky njeri nuk është këtu. Edhe kur vjen vetëm 5 minuta. A ka ky njeri për të dhënë llogari diku? Parlamenti supozohet merret pikërisht me këtë çështje, të kërkojë llogaridhënie qeverisë për politikat. Dhe këto interpelanca që mohon me justifikimet më idiote, është në hetim çështja. Ne nuk jemi prokurorë, zotëri, ne nuk do vim ta fusim burg, me qef e kemi, po se kemi ne në dorë. Ne vim për të kërkuar informacion, për të kërkuar llogari ndaj institucioneve përkatëse në këto interpelanca. Kur ne flasim për Akshin dhe kërkojmë kryeministrin, Akshi është në varësi të kryeministrisë si institucion, nuk e kemi vendosur ne. Ju kështu e keni. Është kthyer parlamenti totalisht qesharak për nga funksioni dhe gjithçka tjetër.